Avokat, a I takon familjes që ta apeloj këtë? Jo, nuk mund të ndjek, sepse në rastit e gjykimeve të posaçme të lirim para kohë me kusht, parashkruar nga 64 Kodit Penal, nuk është palë në proces faktikisht viktima, pra familja. Ai proces tashmë ka përfunduar me vendimin e formës për gjykatës apelit, aso kohë. Pra, tashmë është një gjykim i cili ligji paktën parashikon, ose më themi Kodi Penal parashikon që në rastet e, po themi, kur I dënuari, për arsye të veçanta dhe duke qenë se ka një sjellje në saj të sjelljes dhe të punës të mirë që ai mund të ketë bërë në institucionin e edukimit dhe ka dhënë prova se është realizuar qëllimi I edukimit të tij në lidhje me vepra penale, dhe nëse pra plotësohen këto kushte. Pra plotësohen këto kushte. Janë disa kushte që do të plotësohen në mënyrë kumulative në rastin konkret, dhe në rastin e zotit të Paplekaj do të ishte 3/4 e dënimit, të cilët janë plotësuar, mund të kërkosh në gjykatë lirimin para kohë me kusht dhe vendoset në provë për pjesën e mbetur të dënimit, që do të thotë që duhet të mbaj kontakte me shërbimin e provës.